Në konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe Lindore mbajtur këtë fillimjavë në Vlorë, kreu i Gjykatës së Lartë të Shqipërisë Sokol Sadushi u shpreh se kjo konferencë zhvillohet në një kohë kur gjyqësori kudo po përballet me sfida, ndaj rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet më e madhe. Kjo konferencë zhvillohet në një kohë kur gjyqësori kudo përballet me sfida që nuk njohin kufi kombëtar. Nga ndikimi i teknologjisë e globalizimit të çështjeve juridike deri te rreziqet e dezinformimit dhe ndërhyrjet në gjyqësor. Çdo konflikt, pavarësisht qëllimit, përfundon në dyert e gjykatave. Për këtë arsye, rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet edhe më e madhe. Vetëm përmes komunikimit të hapur, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ndarjes së provojave konkrete, mund të identifikojmë problemet e përbashkëta që na shqetësojnë si rajon dhe të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme të bazuara mbi parimet të përbashkëta të drejtësisë. Presidenti Begaj theksoi nevojën e zgjidhjes së shpejtë për çështjet e mbartura në kushtet kur Shqipëria, por ndërmerr hapa të shpejtë për anëtarësimin në BE, gjë që kërkon angazhim maksimal të gjyqësorit. Sfidë kryesore mbetet numri i lartë i çështjeve të mbartura, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm vonesa në dhënien e drejtësisë, por edhe drejt për së drejti, duke rënduar mbi qytetarët tanë. Dhe kjo çështje kërkon zgjidhje urgjente dhe efikase. Shqipëria është duke ndërmarrë hapa të shpejtë dhe vendimtar në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Procesi i harmonizimit të legjislacionit të brendshëm kërkon angazhimin maksimal edhe të trupës gjyqësor. Gjyqtari nuk është thjesht zbatues i ligjit, por një aktor aktiv në përafrimin e standardeve juridike të vendit tonë me ato të Bashkimit Evropian nëpërmjet jurisprudencës. Shqipëria ka kryer investime për digitalizimin e sistemit gjyqësor, ndaj ministri i drejtësisë Ulsi Manja vuri theksin te besimi i publikut te gjyqësorit dhe tek reforma në drejtësi. Fokusi në përdorimin e mjeteve digjitale për një drejtësi më efikase është në përputhje të plotë me përparësitë tona strategjike, duke zënë një vend kyç në strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë 2024-2030, të udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë, dhe Shqipëria ka ndërmarrë një ndër investimet më të mëdha në digitalizimin e sistemit gjyqësor, përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, ICMIS. Kjo konferencë zhvillohet në një moment të veçantë për vendin, pasi në vitin 2027 Shqipëria do të mikpres Kongresin Botëror të Drejtësisë.